Skandali që ka shpërthyer në prokurorinë e Elbasanit pas kërcënimit, bullizimit dhe arrestimit të avokatit Ulian Barjami nuk është më vetëm një incident individual mes një prokurori dhe një avokati. Ai ka nxjerrë në dritë një realitet rënditës për mënyrën se si funksionon sistemi i drejtësisë në Shqipëri. Një sistem që shpërblen bindjen dhe nënshtrimin, ndërsa ndëshkon profesionalizmin dhe guximin qytetar. Sipas informacioneve të besueshme dhe burimeve pranë institucioneve të drejtësisë, prokurori Gjergj Ceka, i përfshirë drejt për drejt në këtë rast, ka pasur probleme të rënda psikologjike që janë evidentuar gjatë studimeve të tij në shkollën e magjistraturës. Testimet psikologjike, që janë pjesë standarde e procesit vlerësimit kandidatëve përgjyqtar dhe prokuror, kanë treguar se Ceka ka dalë me pikë të kuqe duke sinjalizuar qartë mungesë stabiliteti emocional dhe probleme serioze që mund të ndikojnë në ushtrimin e funksionit të tij. Sipas dokumenteve të brendshme të shkollës së magjistraturës, rezultati me pikë të kuqe në testimet psikologjike përbën gradën më të rëndë të vlerësimit negativ, që tregon pa aftësi emocionale dhe mungesë ekuilibri mendor për të ushtruar funksione publike të ndjeshme. Një vlerësim i tillë nënkupton se kandidati nuk duhet pranohet në sistemin e drejtësisë, pasi përbën rrezik real për abuzime pushtetin, sjellje agresive dhe vendimarrje të shtrembër ndaj qytetarëve. Pavarësisht këtij rezultati negativ, shkolla e magjistraturës ka marrë vendimin ta kualifikojë dhe ta promovojë në sistem, duke shpërfillur çdo standard profesional dhe etik. Ky veprim përbën një gabim të rëndë institucional që jo vetëm cënon integritetin e procesit të përzgjedhjes së magjistratëve, por edhe vendos në rrezik të drejt për drejt qytetarët, të cilët përballen me vendimarrje të një personi që sipas vetë dokumenteve të testimit nuk duhet ishte kurrë në atë detyrë. Një vendim i tillë është më shumë se një shkelje administrative, është një akt i papërgjegjshëm që ngret dyshime serioze për ndërhyrje, korrupsion dhe ndikim politik në procesin e përzgjedhjes së magjistratëve. Rasti i avokatit Ulian Barjami, i cili denoncoi publikisht manipulimet dhe shkeljet procedurale, është shembulli më i qartë i mënyrës se si sistemi përdor autoritetin e tij për të shtypur zërin e së vërtetës. Në vend që të hetoheshin akuzat për shkelje dhe përpjekje për manipulim nga ana e prokurorit, vetë denoncuesi u kërcënua, u bullizua dhe më pas u arrestua. Ky mekanizëm persekutues është një formë e re e terrorizmit institucional, ku pushteti përdoret për të friksuar ata që guxojnë të flasin. Një sistem i tillë nuk prodhon drejtësi, por frikë dhe heshtje. Ai nuk mbështetet në ligj, por në lidhje, në ndikime dhe pazare të fshehta që deformojnë të gjithë procesin gjyqësor. Ky rast duhet të shërbejë si sinjal alarmi për gjithë sistemin e drejtësisë, si është e mundur që një kandidat me rezultat negativ psikologjik të jetë pranuar dhe më pas të jetë bërë prokuror. Kush janë personat që kanë firmosur dhe kanë lejuar kualifikimin e tij? A janë bërë verifikime pasuese gjatë ushtrimit të detyrës për gjendjen psikologjike të tij dhe më e rëndësishmja sa të tjerë, si ai ka sot në sistemin tonë të drejtësisë? Këto pyetje nuk janë thjesht formale, ato lidhen drejt për drejt me sigurinë e qytetarëve dhe besueshmërinë e institucioneve, kur një prokuror me probleme të konstatuara psikologjike ka në dorë fatet e njerëzve. Çdo vendim që merr mund të jetë një rrezik real për lirinë, reputacionin dhe jetën e tyre. Shkolla e magjistraturës ka përgjegjësinë jo vetëm për përgatitjen profesionale të magjistratëve, por edhe për vlerësimin e tyre etik dhe psikologjik. Pranimi dhe kualifikimi i një kandidati që ka rezultuar me probleme në këtë fushë është një shkelje e standardeve europiane të drejtësisë dhe një cënim i rëndë i sigurisë publike. Po aq përgjegjës është edhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë, që ka detyrimin të verifikojë çdo element të integritetit të prokurorëve dhe të reagojë menjëherë kur dalin në dritë fakte të tilla. Heshtja në këtë rast do të thotë bashkëfaqësi. Nëse drejtësia shqiptare synon të rikthejë besimin e publikut, ajo duhet fillojë nga vetpastrimi. Duhet hetohet urgjentisht se si janë pranuar dhe kualifikuar persona që kanë dështuar në testet psikologjike. Duhet të rishikohen të gjitha dosjet e kandidatëve që janë futur në sistem në të njëjtën periudhë dhe mbi të gjitha duhet vendosen përgjegjësi penale për ata që kanë abuzuar me detyrën, duke lejuar personat pa përshtatshëm të ushtrojnë funksione të tilla. Drejtësia nuk mund të shërbejë si terapi për individ me probleme psikologjike. Një prokuror apo gjyqtar që nuk është në gjendje të menaxhojë emocionet, presionin dhe balancën e pushtetit, nuk mund të ketë në dorë lirinë e qytetarëve. Rasti i Elbasanit është dëshmi se mungesa e filtrimit psikologjik ka pasoja të drejtë për drejta dhe dramatike. Sot sistemi i drejtësisë shqiptare është përballë një prove të madhe. Nëse ky rast mbulohet me heshtje, do të thotë se shpresa për drejtësi vërtet ka përfunduar. Nëse përkundrazi nis një hetim serioz, transparenca mund të kthehet në fillimin e një pastrimi të madh moral dhe institucional.